Neve na vjen keq që kuvendi dhe institucionet e Republikës e Kosovës nuk po konstituohen, sot në vend se të kishim institucionet të cilat do të merreshin seriozisht me problemet e qytetarëve të Republikës e Kosovës, me inflacionin, me çmimet e larta, me anulimin e vendimit të zyrës së rregullatorit për ngritjen e tarifave vetëm për qytetarët e vendit, duke përjashtuar këto 4 komunat veriore, domethënë vetëm për qytetarët me shumicë shqiptare. Ne sot në Kosovë flasim për një emër të vetëm, për emrin e Albulena Haxhiut. Qytetarët e këtij vendi, në veçanti ata që kanë votuar me shumicë, 42% që kanë votuar lëvizjen vetëvendosje, duhet ta dinë që jemi duke shkuar drejt një procesi të zgjedhjeve. Dhe po shkojmë zgjedhje, jo sepse si parti politike, atje në sallë, nuk po pajtohemi se si ta adresojmë inflacionin, nuk po pajtohemi se si ta luftojmë mafinë energjetike, nuk po pajtohemi për mënyrën e arsimit, si me ecë përpara, për zgjidhjen e problemeve të rinjeve, për papunësinë e plot probleme të tjera, po sepse partia fituese, e cila i ka 48 vota, 48 ulëse në kuvendin e Republikës e Kosovës, e ka një problem dhe një problem të vetëm. Ata i kanë reduktu problemet të gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës në emrin e Albulena Haxhiut. E me votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ajo nuk do të bëhet kryetare, as edhe pas një procesi zgjedhor.